Si të ndërrosh numrin dhe emailin e llogarisë në eAllbania, nëse nuk i mban mend ose nëse nuk i ke mend. Shko në Google dhe kërko eAllbania. Kliko linkun e parë që të del dhe këtu shko poshtë edhe gjej opsionin kontakto. Klikoje dhe do të plotësosh këtë formular. Shkruaj emër mbi emër, emailin që përdor tani, numrin personal që ke në pasaport ose në kartë ID, tek subjekti shkruaj nuk kam akses në numër as në email, ose diçka tjetër të ngjashme. Tek përmbajtja, shkruaj një shpjegim të shkurtër. Vendos këtë kodin që të del këtu, gjithmonë është i ndryshëm, dhe dërgoje. Brenda 2-3 ditësh do të vi ky email dhe ti do i dërgosh foto të kartës ID ose pasaportës, por jo fotokopje. Emrin e nënës, emrin e babait, ditëlindjen e nënës, numrin e telefonit që përdor dhe adresën e re të emailit. Kliko tek reply dhe dërgoj të gjitha këto informacione në këtë email. Pasi ti konfirmojnë të gjitha këto të dhëna, do të dërgoj një email tjetër me ndryshimin e numrit dhe emailit. Gjithmonë kur të futesh në eAllbania, do të vi një kod një përdorimesh në telefon dhe në email për ta verifikuar që po e hap vetëm ti llogarinë tënde.